Shqipëri nuk të të rikë të. Basada? Sara. Sara Albani. Pas 12 viteve në Siri mes tmerrit të ISIS, luftës dhe kampeve të ferrit, Eva Dumani, tashmë 20 vjeçare, është kthyer në shtëpi. Përpjekjet për kthimin e kësaj vajze, e cila për shumë shqiptar u kthye në një simbol të dhimbjes dhe vuajtjeve të përjetuara, ka nisur që shumë vite më parë, kur Eva, atëherë adoleshente, ndodhej në kampin Al-Hol mes grave të radikalizuara në një betejë të përditshme për mbijetesë. Kampi, i cili tashmë po kalon ditët e fundit të historisë të tij famkeqe, u ndërtua në vitin 1991 për emigrantët iraken gjatë luftës së Xhirit, ndërkohë që u riaktivizua në vitin 2019 nga Syrian Democratic Force në territorin e kontrolluar nga kurdët, aty ku u pritën mbi 80.000 gra dhe fëmijë të xhihadistëve të ISIS, të cilët ishin vrarë ose burgosur. Për praninë e këtij kampi dhe kushtet njerëzore atje, shqiptarët u njohën për herë të parë në nëntor të po ati viti, kur u bë publik rasti i 11 vjeçarit Alvin Berisha, një fëmijë shqiptar me banim në Itali, i cili kishte udhëtuar me nënën drejt Sirisë, ndërkohë që babai i tij Afrimi kërkonte me dëshpërim ta kthente në shtëpi. Përpjekjet e Afrimit u shpërblyen dhe pak ditë pas transmetimit të këtyre pamjeve, Alvini u ribashkua me të atin, duke u kthyer në një lajmëtar të vuajtjes, dhimbjes dhe sakrificave të dhjetëra fëmijëve, të cilët mbijetonin në kampin e ferrit. Kthimi i Alvinit në shtëpi shërbeu edhe si sinjal për familjarët e grave dhe fëmijëve të tjerë, që duke parë interesimin e medias për rastin, nisën të ngrenë zërin dhe të kërkojnë autoriteteve të ndërhyjnë për kthimin sa më parë të tyre. Në fakt, riadhesimi i shtetasve shqiptar nisi, por me një vit vonesë, edhe pse gratë dhe fëmijët e listës ishin në numër më të vogël se ato të shteteve të tjera, kthimi u bë i fragmentuar, duke i dhënë më shumë zë propagandës se sa vetë zgjidhjes së problemit. Më shumë kam parë foto të fëmijëve dhe të operacionit dhe të gjithë pjesëmarrësve të operacionit se sa fëmijë të cilët rikthehen. U përdor dhe si mënyrë propagande në momentin që u bë riadhesimi i parë. 5 shqiptarët e parë u kthyen në shtator të vitit 2020, mes tyre ishte edhe Endri Dumani, vëllai i Evës, e cila edhe pse pjesë e listës për të kthyer në rrethana ende të pasqaruara mirë, nuk arriti të tërhiqej nga agjentët shqiptar të antiterrorit. Eva Dumani ka qenë e para vajzë e cila ka listuar të gjithë emrat e shqiptarëve, por jo vetëm të shqiptarëve. Eva Dumani, por dhe Endri Dumani kërkonin të riktheheshin. Paktën muajt e fundit, Eva Dumani ishte në një gjendje gati të mjerueshme brenda kampit, sepse nuk ka pasur as komunikim me familjarët, ndërkohë që nuk ka pasur as për të ngrënë. Pra ka qenë një situatë shumë e vështirë dhe fal këmbguljes së dajës së saj, Xhetan Drejgjonit u arrit të bëj gati një operacion privat. Ndërkohë që autoritetet shqiptare po bënin një proces të ngadalt riadhesimi, duke deklaruar situatën delikate dhe vështirësitë të operacioneve të tilla. Kosova e kishte bërë këtë lëvizje një vit më përpara, duke i tërhequr të gjithë shtetasit e saj vetëm pak muaj pas rënjes së Shtetit Islamik. Gjithashtu, edhe Shtetet e Bashkimit Evropian i tërhoqën me shpejtësi qytetarët e tyre. Kjo fal edhe lëvizjeve diplomatike. Ne jemi dëshmitar se si edhe vendet tjera kanë bërë të mundur riadhesimin e të gjithë grave dhe fëmijëve. Shqipëria nuk shkonte dot siç kemi shkuar ne mediat. Autoritetet shqiptare shkuan në Liban me ndihmën e disa ambasadorëve të cilët morën dhe dekorata për këtë histori. Ende nuk janë bërë të qarta lidhjet apo si janë bërë këto operacione. Një vit më vonë, në 2021, kohë kur riadhesimet kishin mbetur në vend numero, gazetari Taulant Kopliku realizoi një dokumentar mes shqiptarëve në kampet e Sirisë. Është i sigurt pra që ka disa familje shqiptare, do të kërkojnë të kontaktojmë dhe të flasim me ta, të marrim informacion sa janë, çfarë bëjnë dhe çfarë mundësish ka për të kthyer këta njerëz. Në fillim ai u interesua për Eva Dumanin dhe kërkimin e nisi në sektorin e të huajve në kampin Al-Hol. Një rikthim i tij pas thuajse 2 viteve, kur së bashku me trupën e emisionit Lejene ishin angazhuar në historinë e Alvin Berishës. Këtu është momenti i parë që kemi takuar Alvinin.
Ka kënë, nuk e di, është një moment që të met një jetë. Megjithatë, trupa televizive ishte rikthyer në alhol për një tjetër qëllim, gjetjen e gjurmëve të Eva Dumanit, aso kohë 16 vjeçare, e cila një vit më përpara nuk ishte mundur të kthehej në Shqipëri. Ajo thuajse u iku nga duart agjentëve shqiptar, pasi më përpara la të priste në tent vëllain më të vogël, Endrin. Kërkimet për Eva Dumanin vijuan për disa orë në atë pasditet e torit të 2020, por nga adoleshentja shqiptare nuk u gjet asnjë gjurmë. E çoi Endrin tek dyert e kampit dhe ja dorëzoi atë autoriteteve. Eva Dumani nuk pranoi të kthehej. Autoritetet në Alhol e drejtuan gazetarin për në sektorin e të huajve të kampit, ku e paralajmërojnë se e vetmja hapësirë ku jepej siguri ishte sheshi i madh mes çadrave. Është i njëjti sektor ku u pa për herë të fundit Eva. Prandaj kërkimet e gazetarit do të nisnin aty. Ndërsa në brendësi të sektorit mbretëronte kaosi dhe rrëmuja përreth një kamioni akulli që sapo ka ardhur, fëmijë kureshtari afrohen gazetarit, i cili nuk humb kohë dhe nis me një herë t'i pyes për Evën, e cila në kamp njihej si Sara. Sara. Sara Albani. Kalojnë vetëm pak minuta të takimit me fëmijët, kur aty afrohet një nga gratë e Isis, e cila i largon me një herë. Sipas drejtuesve të kampit, këto janë masa që gratë i marrin në mënyrë që fëmijët të mos zbulojnë ndonjë të dhënë, apo emër personi që mund të përbëjë sekret. Ndërkohë që kërkimi vazhdon. تعرف سارة الألبانية؟ Sara Albania. Gazetari kalon më shumë se një orë në kërkim të Eva Dumanit, por askush nuk na jep përgjigje për fatin e saj. Ndërsa vazhdon dëshpërimisht kërkimin në këtë sektor të kampit, turma e fëmijëve që e ndjek kudo nga pas, nis të bëhet agresive. Nga momenti që kemi hyrë në kamp, jemi të rrethuar nga fëmijë, të cilët fatkeqësisht përveç edhe kushtet në të cilat janë rritur, kërkojnë në çdo kushte të fusin duart në xhepat, na marrin çantat, edhe na lagin me ujë. Agresiviteti është në rritje. Fëmijët nisin të artikulojnë fjali që i kemi dëgjuar vetëm në video të propagandës së ISIS. Kanë mbetur vetëm pak kohë në dispozicion për të xhiruar, ndërkohë që situata vijon të vështirësohet. Diku fluturon një shishe, diku një gur. Gazetari ndërpret punën për t'u larguar nga aty, por fatkeqësisht jo pa kosto, sepse kameramani ka marrë një goditje me gur e cila mbyllet me një hematom në supë. Dhuna dhe gjuha e urrejtjes në Alhol ka qenë gjithmonë prezente. Forcat kurde kanë siguruar perimetrin e kampit, por pa mundur asnjëherë ta kontrollojnë në brendësi. Një qytet i përbërë nga çadra me rreth 55.000 banor, i kthyer në një minë me sahat, sidomos në orët e natës. Dhuna, djegja e tendave dhe jo rrallë edhe eliminimet fizike kanë qenë gjithmonë pjesë e përditshmërisë. Gjithçka në emër të shtetit islamik, që kërkonte të mbante robër të ideologjisë radikale, gratë dhe sidomos fëmijët nga i gjithë globi. Dhe imagjinoni pak që në atë periudhë kur është xhiruar ky dokumentar, kishte disa dhjetëra fëmijë shqiptar që rriteshin pranë kësaj ideologjie, ndërkohë që shteti vazhdonte me përpjekje delikate dhe të komplikuara për t'i riadesuar. Por sa i vështirë do të ishte një operacion i tillë? يعني يوم أمس كانت حالة قتل للاجئ عراقي تم قتله بمسدس كاتم الصوت فربما قد نشهد حالات أكثر يعني في بداية العام الجاري وحتى الآن عدد حالات القتلى تقريبا وهناك دعم إقليمي من الاستخبارات الإقليمية لخلايا تنظيم داعش. Shik Mus Ahmad, përfaqësuesi i autoritetit kurd, drejtori i kampeve të grave dhe fëmijëve të ISIS, aso kohë shpjegonte se celulat e riorganizuara të kalifatit islamik vazhdonin të ishin aktive në kamp, duke terrorizuar vazhdimisht persona që kërkonin të ndryshonin stil jete apo që guxonin të kërkonin rikthimin në vendet e origjinës. يعني بمجرد أي شخص سواء كان سوري أو عراقي أو حتى من الأجانب يترك التنظيم أو ينتقد التنظيم داعش فهذا الشخص مهدد بالقتل. لذلك هناك تهديدات جدية على كل النازحين واللاجئين العراقيين موجودين في المخيم. Dhe pas këtyre informacioneve të përgjithshme, gazetari pyet edhe një herë për fatin e Evës. Mendoni që mund të jetë arratisur nga kampi Alhol edhe Eva Dumani? يعني إيفا على ما أعتقد الحكومة الألبانية وعبر وسطاء حتى من الحكومة اللبنانية على ما أعتقد هناك تواصل مع
الإدارة الذاتية دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية على ما أعتقد هناك اثنين وإلى جانب الأطفال هن فمجرد بس تأتي الحكومة الألبانية ربما تكون هناك مساعدة المعلومات عند الجهات الأمنية بإمكان الإدارة الذاتية أن تقوم بإيجادها. Atëherë nga kjo përgjigje duhet të themi që jemi të sigurt që Eva është në kamp. إذا كانت موجودة طبعا إذا ما قاموا بتهريبها الخلايا تنظيم داعش أو الاستخبارات الإقليمية فهي موجودة بالمخيم وبإمكان إدارة ذاتية إيجادها. Drejtori do të tregojë tepër i qartë. Gratë dhe fëmijët shqiptar mund të riadhesoheshin pa problem. Mjaftonte vullneti i shtetit të interesuar, në këtë rast i Shqipërisë. Ju jeni të gatshëm për t'i dërguar në Shqipëri këto gra dhe fëmijë, që nga dita nesërme. Yes. Po atëherë, çfarë pengoi shtetin shqiptar në gjithë këto vite? Shqipëria, duke pasur parasysh dhe situatën politike, nuk njeh kurdët sepse ka marrëdhënie shumë të mira me Turqinë. Por përtej këtij hezitimi të autoriteteve shqiptare, kurdët kishin marrë disa masa për të mbajtur larg rrezikut gratë dhe fëmijët që kërkonin të ktheheshin dhe nuk shfaqnin qasje radikale. مخيم روج مثال أو كل من تود أن تخرج من تأثير التنظيم بإمكان إدارة ذاتية أن تقدم لهم مساعدة. Kampi Rozh është një strukturë me organizuar krahasuar me Al-Hol. Mund të konsiderohet fare mirë si një qendër rehabilitimi për gratë dhe fëmijët e xhihadistëve. Autoritetet kanë qenë selektive për emrat e personave të zgjedhur, ndërkohë që kanë vënë disa rregulla të rrepta që duhen zbatuar me përpikmëri nga çdo banor i kampit. Heqja e nixhabit, veshjes së zezë të grave të ISIS-it është padyshim rregulli më i kontestuar nga vetë ata, por që me kalimin e kohës ka gjetur dakordsinë e secilës. Në Rozh mundësia e gazetarit për të gjetur dikë ishte më e madhe se sa në Al-Hol. Kjo për dy arsye. Së pari sepse kampi ishte shumë herë më i vogël dhe së dyti sepse ishte më i organizuar edhe nga ana procedurale. Kjo u pa edhe nga shpejtësia me të cilën drejtuesit e kampit arritën të gjejnë 2 nga gratë shqiptare atje. Në cilin vit keni larguar në Shqipëri? Gati po bëjmë 8 vite. Keni ikur bashkë me bashkëshortin? Bashkëshorti shkoi përpara, pastaj vajta unë me fëmijët. Sa fëmijë keni? Tani kam 5. Kur jeni larguar, sa fëmijë kishit? 3. Në fillim kur jeni vendosur në Siri për ardhët? Në Halep. Kemi lëvizur sepse situata s'ka qenë pak e mirë. Kjo grua, me origjinë nga kraba e Tiranës, ka ndjekur bashkëshortin e saj në Siri. Ajo është goditur nga fatkeqësi të njëpasnjëshme që nga mbërritja atje. Arturi u vra në bas një vit e gjysmë që erdhëm në Siri, ai u vra. Jetesa ishte pak e vështirë, nuk mundesha dot vetëm. Edhe u detyrova përsëri që të martohej. Një vajzë që ka lënë shtëpinë duke gënjur prindërit, e që sot kërkon faljen e tyre. Brunilda ju drejtohet atyre me zemrën copë dhe me dëshirën për të ritakuar sa më shpejt. Më vjen shumë keq që i kam mësitur dhe gjithë këto vite. Ato prapë se prapë duan që më të kthejmë përsëri. Pendesa ndjehet në çdo fjalë që kjo grua shpirtvrare artikulon. Pse këto shqiptar edhe ju bashkuat ISIS? Ai ishte zgjedhja e burrit. Pas 8 vitesh po ta kthej kohën mbrapa. Do të nisesh përsëri. Me këto njerëz që ka pas pak padrejtësie. Një histori e ngjashme është edhe ajo e Rivajetit, e cila ndoqi pas në Siri burrin e saj. Ai u vra duke e lënë të vej bashkë me 3 fëmijë. E si të mos mjaftonte jeta e vështirë e kampeve, para një viti autoritetet e Al-Hol i marrin djalin vetëm 14 vjeç. Në vendit e ftishve dhe pastaj ma morën djalin. Sa vjeç është djali? Tash i ka 14 vjet. Nuk komunikon hiç me të s'ka thënë? Jo, kam thënë, shumë e du me e fal ose me e pa. Çfarë thonë autoritetet këtu? Shtojnë mirë dhe kaq. Unë du me e pa, unë jam nën, du me e pa që një vjet. Unë për qatë djallë jam. Fëmijët e tjerë i ke ti? Edhe për ata që kam edhe t'i gjem, edhe këtu mendet ma shumë ka, është vështirë, mund edhe ata t'i marri. Pas bisedës, 2 gratë shoqërojnë gazetarin për tek tendat e familjeve shqiptare, ndërkohë që ai përfiton të flas me to për fatin e Eva Dumanit. Po në momentin që na thanë që kemi për t'u larguar të gjithë, ajo u largua dhe prej meje. Me mua erdhi vetëm Endre. Çfarë thon ti? Kam frikë për mami tim. Problemi që ajo nuk kthehet, ka frikë se mami vetë do t'ja heqi mbulesën. Këtë Emanuelën e njefti? Kam takuar, por nuk kam shumë kontakte me ta. Është këtu ajo? Jo, në Hol.
Emanuela Daci është personi që shfaqet sa herë flitet për gratë të radikalizuara dhe për vendimin final të Eva Dumanit për të mos u kthyer. Por çfarë përfaqëson kjo grua? Pse është kaq emblematike në kampet e ISIS? Emanuela Daci është ish bashkëshortja e Almir Dacit, ju e mbani mend shumë mirë, është personazhi i cili dilte nëpër videot e ISIS dhe kërcënonte Shqipërinë, kërcënonte Kosovën. E vërteta mendoj se do të zbulohet sepse është Eva ajo që do duhet të tregoj lidhur me situatën e saj. Dyshimet që Daci të ketë qenë pjesë e brigadave famkeqe të grave të ISIS nuk janë të pabaza. Aktiviteti i saj rekrutues në kamp është hetuar prej muajsh nga autoritetet e sigurisë. Sipas informacioneve të rezervuara, ajo ka mbajtur gjithmonë lidhje me gra të vëna në shënjestrën e shërbimeve sekrete, duke u kthyer në të dyshuar serioze për aktivitet rekrutues dhe shantazhues brenda kampit të Al-Hol. Emanuela Daci është po i njëjti person i cili mendohet, ose të paktën ashtu thonë gjyshërit e Elona Shulit, të cilët kërkojnë mbesën e tyre, bëhet fjalë për 5 antarë dhe Emanuela Daci mendohet se është personi që ka dërguar dhe Elona Shulin në kampin Al-Hol. Dhe në të njëjtën kohë ka kërcënuar dhe Eva Dumanin. 15 familje shqiptare kanë jetuar në tendat e vendosura në skajin më fundor të kampit, mes tyre një numër i madh fëmijësh. Si je, moj? Si je? A je mirë? Prej ka je? Shqiptar. Prej cili qytet? Tiranës. Sapo gazetarët i afrohen tendave, rrethohen nga gratë, janë të ndrojtura, gati mosbesuese. Rushdia, një zonjë pak më shumë se 50 vjeçare nga Librazhdi, ka mbërritur në Siri pikërisht në ditën kur ju vra djalin 19 vjeçar. Si e menut me hartu? Pa ta qunin tonë, qunin. Erat marë qunin të tjera. Qunin ko jara unë këshera. Sa vjeç? 19 vjeç. Po uri, mendon që mund t'jetë gjallë? Po ku di, unë ta di. Klotilda ka qëndruar në kamp bashkë me 3 fëmijët. Ajo nuk komunikon me bashkëshortin që ndodhet në burg që nga rënja e ISIS para gati 3 vjetësh. Në cilin vit ke ardhur në Siri? Me 14. Burri juaj ç'a bante në Siri, me ç'a merrej? Ma si gjë së shmarë. Ç'a bashit aty në Raka? Merrshit me një aktivitet në ma si gjë thjesht në shtëpia ishte këtë plagosërit, këtë smurit. Është gjallë? Po gjallë është. Ku është? Nuk. Sa ku ka që s'ke komunikim hiç me te? 2 vjet e gjysmë që kur kemi ardhur as letër as gjë. Ndërsa gazetari bën një xhiro pranë çadrave, përballet me një vajzë të vogël me pamje të dëshpëruar, e cila ka zënë një qoshe larg pjesës tjetër të grave dhe fëmijëve. Ç'a ke me zemra? Je mërzitur shumë? Në Shmendinë, ku jam Shqipëri të të rikë këtu. Shikoj Azin, në gjithë jena duke projekt për me në Shqipëri. Të që ne do të flasim me ato gjagjet atje në Tiranë, do t'i kërkojnë për me ju marrë, sa më shpejt. Ata jap fjalën në ty? Po. A ke ne shoqe ku keni kanë vogla në Shqipëri apo s'ka? Po, kam. Ne po i përshëndesim këtu edhe me shpresën që do të shihna shpejt me ta. Okej, i bajmë me dorë pak. E vogla vazhdoi të qëndronte aty, vetëm, me sytë e saj të dëshpëruar, që më shumë se ndihmë kërkonin një të drejtë të mohuar, kthimi në shtëpi, ndërkohë që gratë ishin të mbledhura të gjitha në shesh pushimin pranë çadrave. Kemi biseduar me gratë shqiptare që ndodhen tu, kemi takuar edhe fëmijët e tyre. Situata është pak të thuash problematike dhe vështirë. I gjithë problemi i tyre qëndron tek rikthimi në atë dhe. Shpresojmë gjithë që diçka të realizohet sa më shpejt. Unë do të kem Shqipëri me gjithë burrin. E kam bërë kërkesën gjithmonë. Ne po duam kthehemi në Shqipëri. Fëmijët kanë mungesë vitaminash. Janë smor, spital nuk ka, edhe ilaçe nuk ka. Le të rrim gjithë me shpresë se këta familje do të kthehen sa më shpejt në shtëpitë e tyre. Këta fëmijë nuk mund të rrinë më këtu, nuk mund të rriten më këtu. Momenteve të gazetarit me gratë dhe fëmijët shqiptar në Rozh i ka ardhur fundi. Apo përcjell një fije se burrat e shtëpisë se përcjellin mikun deri te dera në Shqipëri, e dini ju atë punë. Por përpara se të bënin burrin e shtëpisë, shqiptarët e vegjël të kampit bën atë që dinë të bëjnë më mirë, të qenit fëmijë. Dhe për këtë, si çdo bashkëmoshatar tjetër në të gjithë globin, ju duhej vetëm një top. Vetëm 10 ditë pas këtyre intervistave, gjërat për këto gra dhe fëmijët e tyre do të merrnin një rrjedh të paparashikuar. Këtë të shtunë kanë bërritur në vendin ton 13 shqiptare të riadhesuar, të cilët kanë shpëtuar nga kampet e ferrit në Siri, ndërsa tashmë janë të sigurt në duart e autoriteteve shqiptare. Qeveria do rriur me vonesë, më pas sigurisht u angazhua, por ajo që vëre unë është që qeveria e Shqipërisë prodhoi më shumë propagandë me këtë histori sa të gjitha vendet bashkë, edhe pse ka më pak të kthyer. Ndërkohë,
u desh të kalojnë edhe 5 vite të tjera pritje për të patur riadhesimin e radhës. Atë të Eva Dumanit, e cila pas 12 vitesh vuajtje, po çmallet me të afërmit e saj duke nisur një rrugëtim të ri në një shoqëri e cila kurse si nuk mund ta fajsoj për veprimet e babait të saj. Por ndërkohë në kampet e Siris vazhdojnë të jenë ende gra dhe fëmijë shqiptar në mes kaosit, dhunës dhe rrezikut të indoktrinimit. Kur ti jeton një situatë tillë, jeton çdo ditë në modalitet mbijetese, në modalitetin që do ekzistosh sot apo do ekzistosh nesër. Dhe kjo është një nga situatat më të vështira që një njeri mund të kalojë. Ne flasim për njerëz kur ti shkon fëmijë dhe kthehesh në një moshë madhore. Dhe rreziku është shumë i madh që ti indoktrinohesh, pra me idetë ekstremiste apo me mentalitetin ekstremist. Pra, rreziku është shumë i madh. Përfshirja bashkëdhetarëve tanë në luftën e Siris, duke ju bashkuar një grupi fanatikësh që terrorizuan të gjithë globin, përveç senazurit të papërgatitur, na bëri të reflektojmë seriozisht për rrezikun e ekstremizmit të dhunshëm fetar, me të cilin kishin bashkëtuar pa kuptuar asgjë.